أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Kapitullin në vazhdim, autori Allah subhanahu wa taala e pas mëshirue e ka emërtue fasl fi qabulit tawbati ma lam yara at-taibu malak al-maut au yughargir. Kapitulli që flet mbi pranimin e pendimit të atij i cili pendohet para se me pa melekun e vdekjes. Dhe Allah subhanahu wa taala në Kur'an, melekul mauti allati wukkila bikum, janë melekt të veçantë që quhen melekt e vdekjes, të cilët Allah subhanahu wa taala i ka ngarkuar që m'ia marr shpirtat juve kur të vjen momenti i caktuar. Dhe këto në sqarim vetëm i shkurt që njihet në popull që Gjebraili ta merr shpirtin, kjo nuk është e vërtetë. As Azraili nuk është e sakt që i merr shpirtat, por ajo që është e sakt e përmendur në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto melek që i nxjerrin shpirtat quhen vetëm melekul maut, meleket e vdekjes, që kaq i ka emrua Allah subhanahu wa taala në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Dhe kapitulli është pranimi i pendimit të atij i cili pendohet para se me pa melekun e vdekjes ose para se me i ardh shpirtin në fyt, me thonë në kuptimin ton, por që shpreha e cila ka ardhur në hadith është para se me i bë frymarrja gër. Do thënë para se me ardh momenti që është duke dal fryma e fundit. Nëse në hadithin e sakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se dera e pendimit është e hapur derisa robit të vjen çaja lëvizja në shpirtin e tij, ose deri ta sheh diellin që lind prej ka perëndimi. Në hadithin e sakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka njoftuar për dy raste të cilat kur të vinë më pendimi s'pranohet, ose pendimi pranohet deri të vinë që të dy raste. Një, kur të vinë fryma e fundit me dal, kur të vjen momenti i vdekjes, dhe kjo është e veçantë personale për gjithë secilin person, dhe në dy e përgjithshme për njerëzimin kur të lind dielli nga perëndimi. Se dielli ka me lind nga perëndimi, Allah subhanahu wa taala e ka sjellë në Kur'an edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Ajo që kanë përmend komentatorët e Kur'anit që Allahu ka përmend Kur'an, yawma yati ba'du ayatillah, atë ditë kur të vinë disa prej argumenteve, shenjave të Allah subhanahu wa taala se ka mu bë dita e Kiametit, komentatorët e Kur'anit kanë thonë kjo shenja e Allahut është lindja e diellit prej ka perëndimi. Kurse në hadithin e sakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë dielli sa herë lind me urdhën e Allahut subhanahu wa taala dhe kur perëndon shkon me një vend. Do dielli nuk është se sillet që ashtu që thuhet,
por dielli lëvizë dhe shkon me një vend të caktuar në fund. Çdo ditë, kur shkon te ai vendi i caktuar të cilin Allah subhanahu wa taala ja ka përcaktuar, që në surën Kehf Allah subhanahu wa taala ka thonë fi ajnin hama, me një farë si me hije në bure, me një farë ngushtimi, kur shkon dielli aty çdo ditë i bën sejdë Allah subhanahu wa taala. Thot Allahu ash-shamsu wash-shajaru yasjudan. Dielli edhe të gjitha bimet i bën sejdë Allah subhanahu wa taala. Dielli i bën sejdë Allah subhanahu wa taala gjithmonë në perëndimin e tij. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kërkon Allahut leje, a më lejon me vazhdue rrugën, nga se kështu e ka rrugën dielli të përcaktuar prej Allahut. Lish-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahar. Thot Allahu subhanahu wa taala dielli nuk mundet me arrit me kap hanën, me zatet me të, as hana yjet, as yjet në mesvete, as yjet me diellin, se cili lëviz në përcaktimin që Allah subhanahu wa taala ka dhënë. Dhe kur dielli në përcaktimin e tij çdo ditë, kur përëndon, shkon i bën sejdë Allah subhanahu wa taala dhe kërkon leje, a e lejon Allah subhanahu wa taala me vazhdu rrugën. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Allahu për ditë i jep leje. Në surën Ar-Rahman thot Allah subhanahu wa taala kulla yawmin huwa fi sha'n. Çdo ditë Allah subhanahu wa taala është në mbikëqyrjen e krijesave të tij. Çdo lëvizje, çdo gjë e din edhe e shef Allahu subhanahu wa taala. Edhe diellin për çdo ditë Allah subhanahu wa taala e detyron me shkuar në vendin e caktuar, me bë sejdë Allahut dhe me kërku leje për me vazhdu rrugën për ditën tjetër. Dhe jep leje vazhdimisht Allahut derisa kur të vjen dita e Kiametit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur afrohet dita e Kiametit, dielli shkon me te perëndimi dhe i bën sejdë Allahut. Dhe në këtë kohë ka hala besimtar, ka hala musliman. Dhe kur ka hala musliman, do me thonë se dita e Kiametit nuk është që ka mu bo bashkë me njëherë, kanë me jetu e njerëzit hala. Por shkak se kur vjen dita e Kiametit, para ditës Kiametit nuk ka ma musliman, nuk ka ma besimtar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkon dielli në perëndim i bën sejdë Allahu subhanahu wa taala, dhe Allah nuk i jep leje me vazhdu rrugën e tij, por i thot ktheu ka ke ardh. Dhe dielli e vazhdon rrugën më kthy ka ardh. Në këtë procedurë duke shkuar deri te vendi ku ka pas me bë sejdë dhe tu kthye, kalon koha e përcaktuar kur ka me lind dielli. Në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtarët kanë flet, masi e kanë fal Yasin, kanë flet, ju në quë për me falë sabon, kur qyrin, s'është koha. Apet bojnë gjumë, vazhdojnë, hala së shkoha, se u vanu e dielli, deri sa u kthye, vazhdojnë me flet për sërit, deri sa e shohin diellin që ka lind pe ka perëndimi. Kur e shohin diellin që ka lind pe perëndimit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amanu ajma'un, kret tana kanë me besue. Kushdo që është gjallë dhe e shef diellin që kthehet lind prej perëndimit, kjo prej lindjes, kret tana kthehen, o Allah, po dashka me besua Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ju vlen besimi kërkujna ma prej tyre, lem tekun amanat min qabl, nëse nuk ka besue përpara se marrë kjo kohë. Pra në hadithin e sakt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë dera e pendimit është hapur derisa të vjen shpirti me dal, momentet e daljes së shpirtit për gjithë secilin individ, kurse për njerëzimin në përgjithësi është e hapur derisa të lind dielli për perëndimit. Por kur të vinë çdo momente mos ka pendim. Nga se kur të vinë këto momente edhe për personin, secilin veç e veç, krejt kanë me besue. Dhe për këtë Allah subhanahu wa taala ka lajmëruar në Kur'an për njeriu më kryefort, edhe është Firauni, në momentet e vdekjes, ka thonë, po besoj Zotin e Banu Israilve. Rabbi Musa dhe Harun, po besoj Zotin e Musës dhe Harunit. Al-ana wa qad asayta qabla wa kunta min al-mufsidin. Thot Allah, ata shkaron men me besua. Ja, s'ka më besim. Nuk pranohet shahadeti, nuk pranohet dëshmia, nuk pranohet imani, se përpara ti ke bën fesat, ke bën çrregullime.
Edhe kur lind dielli për perëndimit, të gjithë njerëzit që janë gjallë besojnë, por besimi i tyre nuk pranohet. Autori në vazhdimin e shpjegimit për pendimin, rregullat e pendimit, kushtet e pendimit, shenjat të cilat tregojnë se pendimi është i pranuar, pendimi i bidatxive dhe të tjera të cilat e kemi përmend, tash flet për një çështje e cila është tepër e rëndësishme dhe tepër e hollë. Ajo është çështja ka me ardhur një kohë që ti ki mu pendu por s'pranohet pendimi. Gjithë secilit person ka me ardhur koha që ka me i rapishmon. Nëse s'u pendu përpara, por tash është vonë. Dhe ajetet të shumta Allahu subhanahu wa taala tregon për gjendjen e jo besimtarëve në momentin e vdekjes, i thonë Allahu subhanahu wa taala laula akhartana ila ajalin qarib, veç edhe pak me na lon bre. Veç edhe pak të jetojna. Që po dëni me jetu edhe pak? La saddaqa wa akum min as-salihin, thënë t'jap me sadaka, të bëjnë ai vepër të mira të falna. Po ti pse s'nash sadak më përpara? A nuk të kemi dhënë, në ajetin tjetër thot Allahu subhanahu wa taala, awalam nakun nu'ammir, a nuk të kemi dhënë ty e jetë boll mjaftueshëm sa po dëshironte dikush për juve me bë mirë, ka pas mundësi me bë mirë? A që kemi dhënë vite mjaftueshëm që po dëshironit më fal, kishim mujt më fal. Po dëshironit me dhënë sadaka, kishim mujt me dhënë sadaka. Po dëshironit me agjëru, keni pas mundësi me agjëru. Çka jeni kuçit tash në këto momentet e fundit? Jepna edhe pak. Ç'do të më bëj me këtë pak? T'jap në sadaka të bëj vepra të mira, po t'ja po të boll jetë. Çka do më bëj tash në këto minutat e fundit? Kjo kohë kur vjen dhe Allah subhanahu wa taala na rujt më kon për atyre të cilët pendohen në këtë kohë. Nga se ne duhet më penduar para se marrë kjo kohë. Kur vjen kjo kohë, pendimi është i papranueshëm. Edhe pse njerëzit pendohen, por zvlen. Edhe kur vjen lind dielli për perëndimi, të gjithë pendohen, por nuk vlen. Edhe për mos vletjen e pendimeve, ka hadithe të tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm për pendimin në iman, për me hije në iman, për shkak se kjo është në këtë temë flitet për pendimin e qafirit për me hije në islam që nuk i pranohet më, ka thonë shahadetin, po s'vlen. Se zakonisht në shariatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, njeriu kur ta thot shahadetin është musliman. Por ka një moment edhe pse e thot shahadetin nuk është musliman. Dhe Firauni e ka thonë shahadetin, po nuk është musliman. Se u bën vonë, u kalue shumë, u ka ndosht me thonë shahadetin pak më herët. Në këto momente pendohen ata të cilët nuk janë besimtar, kurse ata të cilët janë besimtar gëzohen. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka treguar për procesin e daljes shpirtit, thotë te besimtari vin melek me pamje të bukur, edhe kanë mbështjellje prej xhenetit, e cila e ka edhe erën e mirë. Edhe kur të vinë te besimtari e përgëzojnë, i thonë myshde për tyje, e besimtari ka dëshirë me u taku me Allah. Dhe kjo është kuptimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka shpjeguar Aishës radhiyallahu anha në hadithin e saktë në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush nuk e dëshiron takimin me Allah, as Allahu nuk e dëshiron takimin me te. Kush nuk dëshiron mu taku me Allah, as Allahu s'don mu taku me te. Kush don me u taku me Allah, edhe Allah don me u taku me te. Aisha radhiyallahu anha ka thonë oj dërguari i Allahut, por ne të gjithë friksohemi prej vdekjes. Jo, për shkak se Aisha ka menuar që frika prej vdekjes do me thonë nuk po dëshirojmë me u taku me Allahun. Ose ajo që se dëshirojmë vdekjen, do me thonë nuk e dëshirojmë takimin me Allahun, por nuk është kuptimi kështu. Kuptimi është që kur të vinë me amar shpirtin besimtarit me lajket, me pamje të mirë, me mbështjellje prej xhenetit dhe me erë të mirë, edhe përgëzojnë se i banori xhenetit nuk ka besimtar që nuk dëshiron tash me taku Allahun dhe Allahu dëshiron me taku këtë. Dhe në hadithet e tjera ngrit deri në qiell, edhe e pritin me pritje madhështore, dhe deri në fund të hadithit, kurse jo besimtari, kur të vinë me lajket me amar shpirtin janë me pamje të trishtueshme, me mbështjellje prej xhehenemit e cila mbart erë të keqe, dhe ky s'don me dek, s'don me dhon shpirtin. Ku më çu këtë shpirt zikë?
ky s'don me taku Allahun edhe Allahu nuk don me taku këtë. Innal ladhina la yu'minuna bi ayatina, ata cilët nuk i kanë besuar argumentet e tona, la tufattahu lahum abwabus sama, thot Allahu hiç ja fshil me aty në dyert e qiellit, hiç e ngjisin melekët me çun qiell, kur shkojnë në qiell dyert mshël. Ku bëjnë këtë fashëzi? Temas gjune prej natin në vorrin e tij të shëmtuar në gropën prej gropave të xhenemit. Ky s'don me takue Allahun, as Allahu subhanahu wa taala nuk don me taku atë. Besimtar don me taku Allahun edhe Allahu don me taku ata. Kur vjen ky momenti, edhe e shef që çka ka kon çështja që lexohen librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tash munduan me thon shahadetin, por shahadetin këtë kohë është i papranun, nuk vlen. Ba ka thon shahadetin, e ka thon por nuk vlen. Edhe kur thot dielli për perëndimit, kur lind dielli për perëndimit, ata besojnë, por thot Allah subhanahu wa taala nuk ju bën dobi besimi tyre. Amenu ejma'un, kanë besojnë të gjithë. Në rëndësi tregon Allahu që besojnë. Kurse shqiptimi i shahadetit është ajo që e shohim në anët e jashtme. Allahu tregon atë të mbrëmshmen, por nuk i pranohet. Edhe pse e ka pas besimin, nuk i pranohet. Pse s'pranohet? Se është vonë, veç për çeta. Është vonë. Atëherë, por kur vjen dielli për perëndimit, ndoshta kërkush prej neve nuk e arrin këtë kohë. Por secili prej neve arrin që të parën, edhe ka me arrit këtë parën kur të vinë momentet e vdekjes. Nga se lidhjen e diellit nuk e pres me ndoshta ne, po takimin me melekun e vdekjes kemi me prit gjithë secili prej neve. Kushdo që e vanon pendimin deri aty, kur të vinë aty ka mu pendu, por nuk vlen. Kur është që kja ku? Dhe çështja për të cilën flet autori është kjo. Jo me shpjegue si proces, cilin e shpjegum na deri tash, por me shpjegue kohën në të cilën pendimi nuk pranohet. As kur vjen koha me dal shpirti, as kur lind dielli prej perëndimit, por ajo me cilën ne kemi me takuar gjithsesi prej neve, që është e saktë dhe e sigurt, është me u taku me melekun e vdekjes, moment të vdekjes, me lindjen e diellit ndoshta ne nuk kemi gjallë atëherë kur ndodh ajo. Kur është që kjo kohë që s'pranohet pendimi më? Një pjesë e dietarëve ka thonë kjo kohë është kur njeriu e sheh melekun e vdekjes. Fa kashafna anhum ghita. Thot Allah subhanahu wa taala, ja hikmi perden, pengesën që e kena pas me i pa melek, se na tash nuk i shohmi melek. Kurse kur vjen momenti i vdekjes, hek Allah subhanahu wa taala çat pengesë, edhe ai që ka me vdekje sheh. Kurse këta tjerë që se shohin, këta kanë pengesë. Në librin e tij Allah subhanahu wa taala kur tregon për e xhenët, innahu huwa wa qabiluhu, ai dhe pasardhës familja e tij rreth i tij, yarawnakum, ju shohin juve min haythu la tarawna, prej asaj pozite që ju nuk e shihni ata. Ata na shohin neve, por ne nuk i shohim ata. Melek na shohin neve, por ne nuk i shohim ata. Kur vjen momenti i vdekjes, Allah subhanahu wa taala ja hiq çet pengesë atij i cili është vdekja dhe i sheh. Kur ta sheh melekun e vdekjes, ashhadu an la ilaha illallah. Po. E maharet pse nuk bishe shahadet. Maharet pse nuk besojsh se ki pas në librin e Allahut. Me thonë dëshmojmë se s'meriton me adhuru kërkush përveç Allahut. Në këtë moment nuk vlen pendimi. Ky marrë për xhehenem, kafir. Në pjesë tjetër e dietarëve thonë, ky është momenti ma lem ju gërgir, që ka ardhur në hadith derisa nuk bën gërgër. Në shpjegimet e abdesit mësohet kur të shtim ujin në gojë, duhet me i thojnë në gjuhën arabe me bë gargare, është me qu kryt përpjet edhe me bë grr gjatë abdesit, dhe kjo është sunnet. Qësaj i thënë gargare. E kur dojnë me dalë shpirtin, nëse keni pa në herë njerëz të vdek, bëjnë qështu, sigur ku e ka shti ujin e me mor abdes, grr se janë të hec frymorët e fundit.
Një pjesë e dietarëve thonë kur të nis me i bë çeto lëvizje dhe shqiptimin e fjalëve nuk e ka të qartë, aja është tura shahadet, por shahadeti i tij është i pavlefshëm. Më thonë, momenti është shumë i vënum dhe shahadeti i tij është i pavlefshëm. Disa dietar tjerë, dhe kjo është mendimi më i saktë, Allah subhanahu wa taala din mas miri, kjo pengesë është pa halo më herët se sa me ardhë me pa melekun e vdekjes edhe me anisen me bëha lëvizjet e zonit. Për shkak se televizjet e zonit, dietarët që kanë thonë nuk mirët vesh ajo që flet, Allah subhanahu wa taala ka tregu për Faraonin se u mirë vesh ajo që ka fol. Faraoni ka thonë, po besojnë në Zotin e Banu Israilve, në Zotin e Musës atë Harunit. Domethënë i ka shqiptu fjalë, nuk u kona bash në çeto momentet e fundit, pak para momenteve të fundit. Megjithatë nuk ju ka pranuar pendimin. Domethënë i ka shqiptu fjalë, nuk është me prua bash çato sekundat e fundit atje. Ka disa argumente të cilat tregojnë se pak më herët se sa sekondat e fundit i ka shqiptuar çdo fjalë Faraoni. Ata të cilët e mbrojnë përsëri momentin e fundit për dietarëve të Sunetit e kanë sjellë si argument hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka shkuar me vizituar një djalë që ka qenë jehudi dhe në shtratin e vdekjes, kështu ka ardhur hadith, në shtratin e vdekjes i ka thonë atina thuje shahadetin, edhe ai ka thonë shahadetin, pastaj ka vdek, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Alhamdulillahi alladhi najahu minan nar. Falënderimi tek Allahut i cili e shpëtoi ato prej vdekjes. Por të gjithë komentatorët e hadithit thonë ky djalë i ri e ka shqiptuar shahadetin pak më përpara se sa me ardh bash momenti në të cilin nuk mundet me i shqiptuar fjalë bash mirë. Sa i ka shqiptuar fjalë shumë mirë. I ka thonë fjalë shumë mirë se dëshmoj se Allahu që meriton të adhurohet është Allahu i vetëm, kurse ti je i dërguari i Allahut. E ka thonë fjalën e mirë, hala sutrash gjuha. Hala nuk ka kaluar, po bën diçka me isharete, po se dim çfarë po thonë. Hala s'ka shkuar atje. Ma herët e ka thonë këtë dëshmi. Dhe ne kemi me zatet me qëtë moment. Nuk është çështja se janë tregime, nuk është çështja se janë tu tregu prolla, nuk është çështja që jo është tu bë teatr. Ne gjithë se cili prej neve kemi më taku me qëtë moment. Nuk ka kush që s'takohet me te, por me e pa edhe me kuptu para se më ardh, është shumë ma mirë se me kuptu atëre kur të vinë. Se atëre kur të vinë, edhe pse e kuptan nuk të vinë ma. Kurse tash nëse e ke kuptue, tash të bënë dobi. Pastaj dietarët të cilët e mbrojnë mendimin se këto moment janë pak më herët, dhe tham kjo është edhe mendimi i sakt, është ajo të cilën e ka transmetuar Imam Buhariu edhe Imam Muslimi, gjithsecili prej tyre në sahihet e tyre, në komentin e fjalës së Allahu subhanahu wa taala, "Walaysat at-tawbatu lil-ladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an." Thot Allahu subhanahu wa taala nuk i pranohet pendimi atij i cili bën vepra të këqija dhe thot hajt se kur të mbin momenti i vdekjes në pendona e kur të vjen momenti i vdekjes pendohet, por Allahu subhanahu wa taala thot që ky pendim nuk pranohet. Në një hadith tjetër, por me tregua seriozitetin e çështjes dhe vështirësinë e saj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur të bën njeriu 60 vjet më nuk i pranohet pendimi. Dhe këtë hadith e kemi shpjeguar në një prej ligjëratave të kalume. Çka do me thonë kur t'i bën njeriu 60 vjet nuk i pranohet më pendimi? Kurse ka argumente të shumta se njerëz kanë hyrë në Islam edhe mosh më vëndshme. Të gjithë komentatorët e hadithit kanë thonë nëse të kalojnë 60 vjet në për kufra, në për harame, në përgjithësi shumica e njerëzve që i kalojnë 60 vjet pa u pendu, ma Allahu subhanahu wa taala nuk ja mundson pendimin. Kjo është rreziku. Shumica e njerëzve, të cilët jetën e tyre deri në 60 vite e kalojnë pa u pendue, vdesin pa u pendue edhe nëse i bën 100 vjet.
Edhe ne kemi po, shpeshere, nuk falen, edhe me miq falen, ja, mëlla, më ka shlyje traka mu, mirë, e që këthejet traka për sëri. Une nuk muj, ja, veç mi anis namaz nuk mullet, kretë qerat mullet. E me mësua YouTube-ën e këti mësën. Amo që interesant surët së një mësën. Pse së një mësën këtu? Emrat e fëmive këtë i mësën, apet, edhe ata që kanë arë 3. Edhe gjona plot tjera mësën mësë i ka po 60 vjetë. Kur të bëhet çështja e fesë, thot nuk muj. Pse nuk mund? Për shkak se nuk ja mundson Allah subhanahu wa taala më pendimin. Kurse pendimi është me ta mundsu Allah mu pendu është rrezik më i mirë se sa me dhon shëndet edhe fëmijë edhe pasuni. Pendimi me ta mundsu Allah mu pendue është rrezik, furnizim prej Allah subhanahu wa taala. Dhe është rrezik më i vlefshëm se sa me dhon Allah shëndet të plot, edhe me dhon fëmijë shumë, edhe me dhon pasuni shumë. Nga se gjithë shëndetin me pas deri në momentin e fundit, edhe me pas numrin e fëmijëve të pakufishëm, edhe me pas pasuni në botës, nëse si e besimtar i papendum kemi hyrë në xhehenem. Kurse nëse të ka furnizuar Allah subhanahu wa taala me pendim, në xhenet kemi marrë kretë qëto që nëse të kanë munguar në këtë dunjë, por neve elhamdulillah që Allah subhanahu wa taala na ka furnizuar me pendim që kërkojmë falje për të gjitha gjënat që kemi bërë te Allah subhanahu wa taala, pastaj na ka furnizuar me shëndete, me fëmijë, me pasuni, me gjitha begatit që Allah subhanahu wa taala i ka bërë në jetën e kësaj bote. Tash, cili është kuptimi i hadithit që kur ti bën 60 vjet nuk i pranohet pendimi, nuk i mundsohet më me u pendu. Nuk i mundsohet më me u pendu në përgjithësi. Atëherë mos më arqi kjo ku do të më u pendu më herët. Ata të cilët e përkrajnë mendimin se momenti i vdekjes në cilën nuk pranohet pendimi është pak më herët se sa bashkë që funi, mbështetën fjalën e Allahut wa laysa at-tawbatu lilladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an, nuk i pranohet pendimi atyre të cilëve kanë bërë vepra të këqija, kur që vjen momenti i vdekjes ta pendohen, nuk i pranohet pendimi më. Kjo është argumenti i parë dhe argumenti më i fuqishëm. Argumenti i dytë është argumenti i testamentit. Nga se janë të pajtuar dietarët e Ehlusunnetit se njeriu në momentin e vdekjes, nëse e let testamentin, testamenti i tij nuk pranohet. Tu vdek, u idhnu me lajkon për djemve, thot këtina kur gjë si lone, veç këtina. Ose me qika, ose nuk pranohet. Ja, u këndosh më konë pak më e fort, kur t'i losh testamentet, kuna qka po i len, më konë me një situatë pak më të mirë, pak më të hershme, pak më herë se sa me arë qëto momentet e fundit. Me që nuk pranohet testamenti në momentet e fundit, atëherë nuk pranohet edhe pendime në momentet e fundit. Thotë Allah subhanahu wa taala, innal ladhina haqqat alehim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al-'adhab al-alim. Argumenti tjetër që pendimi do të më bëj pak më herët se sa më ardh bashkë ky moment, thotë Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Innal ladhina haqqat alehim kalimatu rabbik. Ata tek të cilët është vërtetu fjala e Allah subhanahu wa taala. Kurse vërtetimi i fjalës së Allahut për ta është le amla jahannama minkum ajma'in, kome mush xhehenemin me juve plot. Innal ladhina haqqat alehim kalimatu rabbik. Ata të cilët mbi të cilët është vërtetu fjala e Allah subhanahu wa taala la yu'minun, ata nuk besojnë. Walau ja'atuhum kullu aya, edhe më ia quhet të gjitha argumentet. Çfarë do argumenti më afshu, nuk besojnë. Edhe me u tregua që ka thonë pejgamberi sa sa kështu, jo. Edhe me u tregua se ka thonë Allah subhanahu wa taala në Kur'an kështu, jo. Edhe me apru dietarët e botës, jo. Edhe me apru vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sikur që kanë pas ata që janë taku, jo, nuk besojnë. Kret argumentet e mundshme që ekzistojnë, me avquë këtyne, nuk besojnë. Deri kur hatta yarawu al-'adhab al-alim, deri ta shohin dënimin. Kur ta shohin dënimin, pra besojnë. Deri ta shohin dënimin, të gjitha argumentet më janë shpjeguar, më janë qartësuar për shkak se në kanë herë
Edhe kjo është prej mirësive, alhamdulillah. Brengosmi pse s'po besojnë njerëzit? Po shpjegohet feja, shpjegohen ajetet, shpjegohet fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po shkruan libra, po ka mjete, po ka. Pse s'besojnë njerëzit? Edhe brengosemi. Dhe kjo është e mirë, se kështu brengos edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur si kanë besuar njerëzit. Bela Allah subhanahu wa taala e ka këshilluar mos u brengos se pejgamberi sa më çaq u mërzit që ka bë dëm shëndetit. Dhe nga kjo dietarët e tefsirit kanë nxjerrë se mërzia e dëmton shëndetin për shkak se Allah subhanahu wa taala ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos e shkatrati veten tonë pse ata nuk besojnë, mos mërzit çaq shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mërzit, pse po kret më mirë se ja ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa mos jam t'ia shpjeguar, na dikujt na fen. Çashtua. Po pse si kanë besuar ata? Se ata nuk besojnë, kret argumentet mi po. Po a besojnë ajre? Po besojnë. Hatta yarawul adhab al-alim, kur ta shohin dënimin e madh, e vështirë. Kur ta shohin dënimin, besojnë, ama tash mos po mdokat pak vonë tash. Se në durët e tona me lanë që shtu me lutë në një njeri 60 vjetë, hape besa, me i thonë për ditë me hangre me pije, me i thonë të natë mirat e besa, i heq. Në fot kja po besaj, që ti bënd t'ki besu ma. Se e ke të pru. Al-ana wa qad asayt qablu wa kunta min al-mufsidin. Gjithashtu, thot Allah subhanahu wa taala, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana. Nuk ju bën dobi imani kur ta shohin zorin. Nuk ju bën dobi imani kërkujna kur ta shohin zorin. Imani du të me bo sa se kina pa zorin, halo. Çdo momente që jena, nuk jena kur farë zori. Po besojmë. Pa ne farë vështërsie. Vjen namazja e falmi, pa ne farë vështërsie, s'po na shtim me zor kërkush. Kur vjen zori ja po besoj tash, ja se nuk është iman ky. Nuk është iman ky. Dhe përfundon çështja thot Allah subhanahu wa taala, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Besimtarë janë ata të cilët e kanë kuptuar dhe kanë besuar se Zoti i tyre është Allah, pastaj janë forcuar mirë, pastaj janë shtrënguar mirë. Edhe kanë vazhduar që të derisa të vinë momenti që ja dorëzojmë shpirtin Allahu subhanahu wa taala. Pra çështja e pendimit të robit derisa të vjen momenti me dal shpirti, derisa të vjen fryma me bë gërgër të fyti, është moment që nuk pranohet pendimi, gjithsecili prej neve duhet me shpejtue me pendim, thot Allahu subhanahu wa taala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Pendoni te Allahu të gjithë, o ju besimtar, nëse dëshironi me qenë të shpëtuar. Unë i kërkoj falje Allahu subhanahu wa taala për veti dhe për gjithë besimtarët, për gabimet që i dim dhe që si dim, ato që në kanë të mëdha, ato që në të vogla. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.